Jemi kthyer në studio dhe nisim tani me rubrikat tona dhe me lidhjet e drejtë për drejta, duke shkuar më së pari në Kukës, ku na pret Besiana për të kuptuar pak situatën me virozat dhe situatën e vaksinimit, numrin e vaksinuarve sidomos në moshën e tretë, një apel që është bërë gjatë javëve të fundit nga bluzat e bardha dhe ata që drejtojnë kujdesin parësor shëndetësor, të cilët u kanë bërë thirrje qytetarëve të vaksinohen kundër gripit për të përballuar virozat e vështira që mund të vinë gjatë muajve të dimrit. Besiana, mirëmëngjes, shoh nga pamjet e drejtë për drejta që ti më sjell nga Kuksi se dritat në bulevardin në Kryesor ende nuk janë shuar, çka do të thotë se ende nuk ka zbardhur dita tamam. Po, mirëmëngjes gjithashtu nga Kuksi, përshëndetje dhe mirë se vini. Gjithsesi, intensiteti i lëvizjet ka nisur në qytet. Kryesisht shohim edhe automjete që vinë nga drejtimi i Urrës së Vjetër, edhe nga Shënditoria, edhe nga bulevardi kryesor i qytetit, por patjetër duket se ende nuk ka aguar plotësisht, pasi le të themi dritat artificiale të gjithë qytetit ende nuk janë shuar, por është fiks momenti kur fillojnë të shuhen dal nga dal. Një mëngjes i paq, një mëngjes i qetë dhe i freskët, absolutisht me të gjithë zhurmat e veta karakteristike. Nuk e di nëse ka patur e shiu gjatë mbrëmjes së kaluar. Këtë ditë edhe në Kukës. Po ashtu siç edhe prezantove do të në fakt, rreshtet e shiut nuk kanë qenë prezente gjatë mbrëmjes kaluar, por po në 2 ditët e fundit, le të themi kështu, rreshti e shiu intensive të imta të nivelit mesatar, siç edhe janë ndjerë dhe ishin parashikuar, pa çka së shumë të domosdoshme edhe për tokën edhe për të mbjellat aktuale. Gjithsesi do duhet të kishte rreshti e shiu shumë më intensive dhe në shumë ditë të zgjatura për të ndikuar nga ana tjetër në hidrocentralin e Fierëzës, sepse praktikisht ndoshta do kemi kohë për të folur edhe për hidrocentralin e Fierëzës ndonjë mëngjes tjetër edhe për të sjellë edhe pamje, por nga një liçen është shndruar në atë pikën e vet parësore që ka qenë Drini, lumi. Që është thuajse në kufirin kritik, 250 metër mbi nivelin e detit, nga 296 metër. Nuk besoj se kanë dalë rënojat e Kuksit të vjetër ndërkohë apo jo? Hidrocentralit Fierëzës, e që nga ana tjetër pika optimale do të ishte 271 metër. Kanë dalë rënojat e Kuksit të vjetër absolutisht dhe të gjithë ata që e kanë jetuar Kuksin e vjetër sidomos, por edhe pjesa tjetër që dim nga rrëfimet e banorëve më të vjetër që kanë jetuar apo edhe që e dinë e njohin nga afër Kuksin e vjetër, kanë shumë nostalgji edhe gjatë kësaj kohe periudhe. Kjo është vetëm ana e vetme pozitive, sepse janë gjithë këta banorë rrëz Kodrës, ku dallohet e gjithë zona ujore, i gjithë liçeni, pikërisht duke parë me nostalgji edhe pse jo duke ju rikthyer kujtimet e tyre që kanë në atë pelë tashmë ujë, por që dikur ishte absolutisht në qytet. Për t'i dhënë mundësi dhe liçenit të mbushet dhe që të jetë në kotat optimale siç edhe autoritetet e infrastrukturës dhe energjisë pretendojnë. Besiana, hym në temë tashmë për atë çfarë unë do të pyeta në fillim të bëra prezantimin tek teleshikuesit. Situata me virozat, çfarë po ndodh në qytetin e Kuksit dhe në rrethinat e tij dhe si paraqitet gjithashtu dhe situata e vaksinimeve? Po, në fakt ndodhemi në një situatë pak të rënduar në pjesën e gripit edhe të virozave, kjo kryesisht për shkak të luhatjeve të motit, së paku edhe sipas referimeve që sjellin bluzat e bardha, mjekët, jo vetëm ulje ngritje të temperaturave për gjatë 24 orëve, orët e para të mëngjesit kanë ulje temperaturash, gjatë ditës ka rritje temperaturash, por edhe fenomeni i mjegullës është një tjetër pjesë që po ndikon sidomos tek rrugët respiratore sa i përket fëmijëve, por edhe grup moshave më të rritura. Dua të theksoj këtu që është e pashmangshme dalja e fëmijëve, qoftë për të shkuar në shkollë, për të shkuar në kopshtë dhe kryesisht shoqërohen nga gjyshi, çka do të thotë edhe thithja e këtij ajrit në prezencën e mjegullës është i pashmangshëm, çka ndikon më pas edhe në situatën e tyre shëndetësore, por siç thash edhe luhatjet e motit po ndikojnë. Rekomandimet nga ana e mjekëve janë që të kujdesen shumë në aspektin e veshjes, në aspektin e ushqimit, pirja e sa më shumë çajrave tani më duhet të jenë në pjesë mëngjeseve dhe jo vetëm edhe e darkave tona, ku duhet të në 24 orë janë rreth 120 persona, pacient që i drejtohen vetëm urgjencës së spitalit të Kuksit, përfshirë këtu urgjencën pediatrike dhe urgjencën e të rriturve, pikërisht për të marrë shërbim për shkak të simptomave të tyre gripale dhe të virozave. Dhe jo vetëm në urgjencën e spitalit, por edhe në njësitë administrative, pra në pikat qendrat shëndetësore, që janë 15 në total, gjithashtu paraqiten me 10 persona për të marrë shërbimin parësor, për të marrë këshillat, rekomandimet, për të
është i ndjekur edhe për të kaluar këtë fazë shëndetësore. Nëse ndalojmë tek pjesa e vaksinave antigrip, duket se ka një interes, ndoshta edhe në krahasim me një vit më parë shumë më të lartë. Kjo për shkak të këtyre virozave që po qarkullojnë, nisur edhe nga Instituti i Shëndetit Publik që ka deklaruar për variantit A, B dhe duket se janë në qarkullim, dhe kjo i ka tunduar dhe nxitur për të vaksinuar. Vetëm gjatë kësaj periudhe që ka nisur aplikimi i saj për pak më shumë se sa 3 javë, janë aplikuar rreth 300 doza vaksinash në të 15 qendrat shëndetësore. Kryesisht interesi qëndron nga moshat e treta dhe sipas blusave të bardha, interesi do të vi duke u rritur, nisur kjo edhe nga vitet e shkuara për ta marrë në krahasim nga nëntori, ku sërish moshat e treta kanë më tepër interes për të vaksinuar. Pra presin akoma ndryshimet e motit dhe situatë, le të themi, pak më ndoshta edhe më të rënduar në vijim, edhe për të aplikuar vaksinën antigrip kryesisht këto grup mosha që unë përmenda. Çfarë thonë mjekët dhe alergologët, Besiana, nëse ke komunikuar, a e favorizon në zhvillimin e virozave dhe këto luhatjet e forta të temperaturave, ku nuk besoj se ka qenë shumë freskë edhe në Kukës për shkak të kësaj situate temperaturash, të asaj që ti the pak më herët, Kukës i vjetër ka nisur të dalë, rënojat e tij është kthyer liçeni Fierzës në lumin e Drinit, në shtratin e dikurshëm. Nëse mungojnë rreshtet e shiut, kjo nuk do të thotë që nuk ka luhatje moti, luhatje temperaturash, siç përmenda, ulja e temperaturave në Kukës absolutisht është prezente, sidomos gjatë mbrëmjes dhe përgjatë mëngjesit deri në paradite. Fenomeni i mjegullës është gjithashtu një element shumë ndikues në gjendjen shëndetësore dhe janë pikërisht këto shkaqe që referojnë edhe bluzat e bardha, dhe nga ana tjetër erat e forta, të ftohta, gjithashtu nuk mungojnë në Kukës për dhënë kryesisht atë simptomën më tepër të dhimbjes së kokës edhe ato problemet respiratore që në përgjithësi i shfaqin fëmijët, por edhe moshat e treta. Patjetër shenjat e tjera që japin janë probleme gastrointestinale, siç thash, dopsi, temperaturë. Nuk mund të flasim për një situatë kritike, absolutisht. Kjo lloj situate është e ngjashme me çdo vit tjetër për periudhën që flasim. Janë raste që trajtohen për 2-3 ditë, por gjithsesi nëse do të kishte kujdes shumë më të lartë, le të themi kështu, nga ana e banorëve, ndonse le të themi dalja e tyre dhe bërja e rutinës në përgjithësi është e pashmangshme, ndoshta do të kishim edhe incidencë më të ulët në krahasim me ç'është aktualisht. Megjithatë, njerëzit do të vazhdojnë të jetojnë, jeta do të rrjedhë dhe aktiviteti i tyre shoqëror sigurisht do të vazhdojë. Dhe të shpresojmë që zonat e Kukësit nuk do të përfshihen, apo rrethinat e tij nuk do të përfshihen nga valë të konsiderueshme të përhapjes së virozave gjatë të ditëve në vazhdim. Duke shtuar këtu edhe faktin që fëmijët, siç ti e the, që shoqërohen nga gjyshrit herët në mëngjes nëpër kopshte apo shkolla, të përfshihen për shkak të intensitetit të orarit të mësimit, të jenë më të prekur, si thuash, nga virozat gjatë javëve në vazhdim. Besiana, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar nga qyteti i Kukësit për të rejat më të fundit, po besoj kjo ishte një panoramë e qartë dhe ti me të folurën tënde si bilbil na e solle sot informacionin në studion e Radio Televizionit Shqiptar të plotë dhe shtërrues, kështu që nëse ti nuk ke asgjë tjetër për të shtuar, unë të uroj një ditë të mbarë dhe redaksisë së Kukësit të Radio Televizionit Shqiptar gjithashtu uroj një ditë të mbarë. Gjithashtu edhe unë fakt të doja t'ju përshëndesja gjithë redaksin, të përshëndes ty veçanërisht, sepse kemi komunikuar më pak herë, ndoshta në lidhjet e drejt për drejta, dhe Kristin, na përshëndet Kristin. Kristin e kemi çuar të na monitoroj pak trafikun në kryeqytet dhe do të jetë pas pak me ne. Besiana, të uroj ditë të mbarë, siç të thash pak më herët dhe ne do të ecim më tej